Kushi im, jemi mbledhur sot këtu për ty. Ati lartë si një ëngjëll të na flashës nëpërmjet fjalëve dhe imazheve të tua. Na ka marrë malli. Nga puhia e shtëpisë së përjetshme në vunot e kontributi çmuar në kinematografinë shqiptare, e deri te vitet e fundit të jetës, të kurorzuara me poezi, Dimitër Anagnosti u rikthye në kujtesë përmes një veprimtarie që e solli shpirtin e tij të amshuar sërish mes nesh në 90 vjetorin në qej. Familjar, miqe e bashkpunëtor u mblodhën për të nderuar jo vetëm emrin, por edhe dritën që ai la pas. E emocionuar bashkëshortja Roza Anagnosti e quajti veten me fat për vitet e bukura që ndanë së bashku, për jetën e përbashkët të ndërtuar mbi dashurinë, artin dhe përkushtimin. Ka qenë një privilegj për mua që kam rrugtuar me të 61 vjet. Dimitër, të kam në mendje dhe në zemër përjetësisht. Kishte lënë një shënim. Unë po iki. Ju lutem mi da vadisni filizat. Me adhurimin që shkon deri në qej për të atin, Era Anagnosti tha se vepra e tij mbetet një testament i gjallë që njerëzit nuk e shohin vetëm, por e ndjejnë thellë. Babai im ka pasur fatin që ka pas një publik që e ka dashuruar gjatë gjithë profesionit të tij. Edhe kjo ishte një lloj testamenti që siç ka dashur ai që vepra e tij të vazhdojë, është ADN-ja e tij. Me nostalgji e kujton edhe aktoria Marieta Ljarja, e cila rrëfen marrëdhënien e ngushtë me familjen Anagnosti dhe bashkëpunimin me regjisorin si një përvojë njerëzore e artistike të paharrueshme. Ne familjarisht kemi qenë shumë të lidhur bashkë. Dhe kjo mbrëmje vërtet na solli të gjitha emocionet e atyre viteve shumë bukura. Dimitër Anagnosti vërtet ka qenë një profesor për të gjithë. Regjizori Adriada Dervishi, e cila u kujdes me imtësi për çdo detaj të veprimtarisë, thot se synimi i saj ishte të përcillte përmes imazhit dhe fjalës një ndjesi nostalgjie për të rikthyer ato momente që na kanë formosur të gjithëve. Pjesë e kujtesës kolektive të gjithë popullit shqiptar. Mjafton të shikojmë sekuenca nga filmat për të kuptuar se sa shumë i ka dhënë jo kinematografisë, por edhe vetë historisë. Zëri Dimitër Anagnostit erdhi sërish, tamam si dikur mes vargjeve të përshpirtshme të interpretuara nga aktorët, dhe në fytyrat e të pranishmëve dukej sikur zizëllonte drita e tij nga përtej, i qetë, i lumtur për gjithçka që la pas.